Kryetari i VMRO DPMNE-s Kristian Mickoski në tubimin në komunën e Jegunocës në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të vitit 2025 me sloganin "Zgjedhja e duhur, njeriu yt, vendi yt për të ardhmen tënde", mbajti fjalimin e tij dhe foli për partitë opozitare dhe kryetarët e tyre, të cilët, siç thot ai, po zhvillojnë një fushat të zezë dhe funksionojnë si një koalicion pa parime. Mickoski kujtoi se çfarë bëri Levica kur shkatroi gjithçka që i përket popullit dhe çfarë fushate po zhvillojnë Ali Ahmeti dhe BDI, për të cilën LSDM flet për një shtëpi dhe kishin 7 vjet për të folur dhe për të bërë diçka për këtë, ndërsa BDI po e kthen fushatën dekada prapa, gjë që nuk korrespondon me standardet botërore. Dimitar Kostadinovski, kandidat për kryetar të komunës së Jegunovcës nga radhët e VMRO DPMNE-s, përmendi të gjitha projektet e realizuara gjatë mandatit të tij 4 vjeçar në komunën e Jegunovcës. Kostadinovski vuri në dukje se në këtë komunë është rregulluar shtrati i lumit Vardar, janë hapur 2 qerdhe të reja, janë asfaltuar rrugë dhe janë vendosur trotuare të reja. Në periudhën e kaluar kemi rregulluar shtratin e lumit Vardar, kemi siguruar ujë të pijshëm, kemi ndërtuar sisteme kanalizimi në disa vendbanime, kemi hapur 2 qerdhe, kemi asfaltuar rrugë lokale, kemi ndërtuar trotuare, i kemi dhënë jetë të re shkollave dhe parqeve, por mbi të gjitha kemi rikthyer shpresën, tha Kostadinovski.